Shqipëria pa siguri, një polici e papërgatitur dhe një shtet që nuk investon në të ardhmen. Ngjarjet e fundit në Tiranë kanë shpalosur një realitet të hidhur. Shqipëria nuk ka një polici të mirë trajnuar dhe të respektuar. Rasti i ndodhur pranë Tegut, ku një person i dyshuar për armëmbajtje pa leje shkaktoi një kaos të paprecedent, përplasjen e 7 makinave njëra pas tjetrës dhe bllokimin e trafikut për më shumë se 2 orë. Është një fotografi e qartë e dështimit të shtetit. Madje, në regjistrimet audio dëgjohet një polic duke pyetur nëse i dyshuari kishte armë, një tregues i pastër i mungesës së informacionit dhe koordinimit. A ja vlen gjithë ky dëm, gjithë kjo rëmuj, gjithë kjo ekspozim i paaftësisë vetëm për një informacion të pasigurt? Përgjigjja është e thjeshtë, jo. Ky nuk është problemi i individëve me uniformë, por i një sistemi të kalbur, të mbetur pas, që nuk investon në strukturat më jetike të shtetit. Një polici që paguhet me 80.000 lekë rrogë, ndërkohë që deputetët marrin mbi 4 milion lekë në muaj, nuk mund të jetë as e motivuar, as e trajnuar si duhet. Kur policia shihet si e parëndësishme, kur mjeku shihet si i pavlerë, kur mësuesi trajtohet si i tepërt, atëherë nuk kemi më një problem sektorial, por një problem kombëtar, një shtet që i ka kthyer shpinën qytetarëve të tij. Ky është realiteti i Shqipërisë së sotme. Një vend ku institucionet nuk janë aty për t'i shërbyer publikut, por për të ruajtur privilegjet e kastës politike. Një vend ku qytetarët jetojnë të pambrojtur, të pasigurt dhe të nëpërkëmbur. Por Shqipëria nuk është prona e një grushti pushtetarësh që kanë zënë vendet e tyre të ngrohta. Shqipëria është e qytetarëve të saj. Dhe qytetarët duhet të zgjedhin nëse do të jetojnë gjithmonë në frikë, duke pranuar poshtërimin, apo do të ngrihen për të kërkuar të drejtën e tyre të pashmangshme, sigurinë, dinjitetin dhe drejtësinë. Koha e heshtjes ka mbaruar. Koha e justifikimeve ka mbaruar. Shqipëria nuk do të bëhet kurrë një vend normal pa një polici të trajnuar e të respektuar, pa një sistem shëndetësor që vlerëson mjekun, pa një arsim që respekton mësuesin. Dhe kjo nuk do të ndodhë derisa qytetarët të dalin nga zonat e tyre të komfortit dhe të kërkojnë me zë të lartë atë që u takon, një shtet që i shërben popullit, jo një popull që i shërben shtetit të kapur nga krimi. Shqipëria është e juaja. Mos e lini më në duart e atyre që e kanë kthyer në pronë private.